Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut premtoi mbështetje për të gjitha vendet e aleancës në rast të shtrirjes së konfliktit në territoret e tyre. Gjatë fjalimit të mbajtur përpara deputetëve, Mark Rutte deklaroi se aleatët qëndrojnë krah për krah sa herë që përballen me një botë të rrezikshme dhe të paqëndrueshme. Si deputet, unë mbështetem tek mbështetja juaj dhe tek artikulimi i rëndësisë së investimeve në mbrojtje. Si aleat, duhet të bëjmë gjithçka për të rritur prodhimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe pikërisht për këtë arsye punojmë çdo ditë për të rritur prodhimin, mbrojtjen transatlantike, bashkëpunimin dhe inovacionin, deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mbritën në Beograd të evakuarit e parë nga Izraeli bëhet fjalë për shtetas të Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Bosnjës dhe Hercegovinës, Malit të Zi dhe Kroacisë. Evakuimi është kryer me një fluturim special të Air Serbia nga Sharm el Sheikh. Avioni u nis nga Beogradi të martë rreth orës 17 dhe mbërriti në Sharm el Sheikh rreth orës 21 sipas orës lokale. Fillimisht ishte organizuar kalimi toksor përmes kufirit egjiptian, përkatësisht transporti deri në aeroportin egjiptian. Bazat amerikane në lindjen e mesme vijojnë të jenë prej sulmeve me raketa nga Teherani, ndërsa koalicioni SBA-Izrael godet objektivat ushtarake në Iran. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Katarit, vendi u sulmua me 2 raketa balistike iraniane. Njëra nga këto raketa u kap nga sistemet e mbrojtjes, ndërsa tjetra goditi bazën erore amerikane në Al Udeid, më e madhe në rajon. Ndërsa ushtria amerikane njoftoi se ka goditur gati 2000 objektiva në Iran në kuadër të një operacioni të gjerë ushtarak që po zhvillohet paralelisht me sulmet izraelite në rajon, duke degraduar rënd mbrojtjen erore të Iranit dhe duke shkatruar qindra raketa balistike, lançues dhe dron. Ndërsa zëdhënësi i forcave të mbrojtjes së Izraelit njoftoi se sulmet e saj kishin si shënjestër Selit e Basit, një forcë paramilitare lidhur me Gardën e Revolucionit Islamik, si dhe drejtorinë e furnizimit dhe logjistikës të lidhur me forcat toksore të regjimit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëron se operacioni në Iran nuk do të zgjasë pafund. Në intervistë për Fox News, ai tha se regjimi iranian është në pikën më të dobët që nga momenti kur mori pushtetin 47 vite më parë. You're not going to have an endless war. And Iran, this terror regime in Iran is the weakest point that it's been here since it hijacked Iran from the brave Iranian people 47 years ago. So this is going to be a quick and decisive action. Sipas tij, ky do të jetë një veprim i shpejtë dhe vendimtar. Netanyahu shtoi se zhvillimet mund të hapin rrugën për marrëveshje të reja paqe me vende arabe dhe muslimane. I think Saudi Arabia will have a lot to gain. I think all these countries around Iran are threatened by Iran. I think they want to see this regime go down even if they don't publicly say that. Arabia Saudite ka shumë për të fituar. Të gjitha këto vende ndihen të kërcënuara nga Irani dhe duan që regjimi të bjerë, edhe nëse nuk e thon publikisht, deklaroi Benjamin Netanyahu. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, paralajmëroi se çdo udhëheqës e emëruar nga regjimi iranian për zëvendësuar Ali Khamenei do të jetë një objektiv i qartë për eliminim. Ne do të vazhdojmë të veprojmë me forcë të plotë së bashku me partnerët tanë amerikanë për të çmontuar aftësitë e regjimit dhe për të krijuar kushtet që populli iranian ta përmbys dhe ta zëvendësojë atë, shton Katz. Ky reagim erdhi pasi Asambleja e Ekspertëve e Iranit zgjodhi Mojtaba Khamenei, djalin e Ali Khamenei, si udhëheqësin e ardhshëm. Më 28 shkurt, nga sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SBA-s në Iranit, mbeti i vrarë lideri suprem i Iranit, Ali Khamenei. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.